Komuniteti i Hasit e nis përpjekjet e para për t'u dëgjuar zëri i tyre nga Komisioni i Reformës Territoriale. Kryetari i shoqatës adhetare Hasi, Kujtim Morina, dhe Uran Derri, koordinator i diaspora hasiane, kanë argumentuar në një takim publik në Tiranë se meritojnë të jenë njësi mëdhete bashkiake për shkak të vlerave historike të veçanta që mbart zona e tyre. Deri tani nuk ka asnjë deklarim zyrtar për këtë bashki, po pikërisht se nuk ka deklarim zyrtar, atëherë Forika ekziston. Do të ishte mëkat që gjithë ky çlirim vlerash, ky shpërthim në kuptimin më të mirë të fjalës, pra me energjitë më të mira, të ndërpritet. Nuk dëshirojmë kurrë që Hasi ynë të zbrazet, të dobësohet, sidomos kur përballet me sfida territoriale. Kjo është një pasojë që mund të shkaktojë tragjikisht edhe më shumë migrimin apo largimin e hasianëve. Përkundërzi, synimi im është që të bëjmë gjithçka për të pandaluar largimin e popullsisë dhe për të forcuar lidhjen tonë me vendlindjen. Mbështetje kanë marrë edhe nga bashkëkryetari i Reformës Territoriale Luciano Boçi. Jo vetëm të ruajmë Hasin, por të vendosim në hartë dhe ato territore që e meritojnë, kanë identitet historik, kulturor dhe duhet të ekzistojnë si të tilla. Në këtë takim u dokumentua me foto dhe dëshmi historike tradita dhe kultura e kësaj krajine, ku i pranishëm ishte edhe ambasadori britanik në Tiranë, Nicholas Abbott.